طويل الشوق يبقى Allahu Azza wa Jalla është ai i cili krijoi këtë dunja. Edhe ai është i cili na krijoi të gjithëve neve. Pastaj Allahu Jalla wa Ala, pasi që e krijoi këtë dunja dhe pasi që i krijoi njerëzit, vendosi një rend i cili duhet të respektohet dhe Allahu Jalla wa Ala çdo prishje të këtij rendi Allahu Subhanahu wa Taala e quan çrregullim dhe e quan kaos në Kur'anin e tij. Prandaj thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Edhe mos bëni çrregullimin në tokë, mos bëni kaosin në tokë, mos u rebeloni në tokë, pasi që Allahu e ka rregulluar atë, pasi që Allahu e ka ndrequr atë me udhëzimet e tij. Çrregullimi më i madh në tokë nuk është ashtu sikur sa ndoshta njerëzit mendojnë. Mirë, po çrregullimi më i madh, sikur se Allahu xhallahu ala ka përshkruar, është kur të përhapen mëkatet, është kur përhapet rebelimi i njerëzve ndaj Allahut azza wa jall. Çrregullimi më i madh në tokë është kur njerëzit nuk e falin namazin. Çrregullimi më i madh në tokë është kur njerëzit nuk e agjërojnë Ramazanin. Çrregullimi më i madh në tokë është kur vajza që duhet të mbulojnë dalin të zbuluar dhe lakurisht në rrugë. Ky është rregullim që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur, që mos e çrregulloni tokën, mos e prishni tokën pasi që Allahu azza wa jalla ka rregulluar atë. Kështu që ata të cilët dëshiruan të rregullojnë këtë dunja ndryshe, dëshiruan që tjetë rregull të sundeni këtë tokë, Allahu subhanahu wa taala e quajti këtë fesad, e quajti këtë çrregullim në surën Bekare. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala humul mufsidun walakin la yash'urun." Allahu jalla wa ala thot kur thuhet atyne mos bëni çrregullime në tokë, mos e prishni rendin e Allahut në tokë, mos përhapni mëkatin në tokë, ata thonë na jemi duke rregulluar këtë tokë, na jemi duke përmirësuar këtë tokë. Allahu xhalla wala e përgënjeshtron këtë pretendim të tyre duke thonë ela humul mufsidun. Këta janë ata që bëjnë çrregullime, këta janë ata që prishin rendin, mirë po nuk duhen me kuptu. Prandaj thamë se çrregullimi i tokës edhe prishja e rendit në tokë ndodh duke u përhap mëkatet, rrezillëqet, prishet, ngatrimet mes njerëzve e bëjnë që toka të çrregullohet pasi që Allahu xhalla wala ka rregulluar. Çka dhe si duhet të jetë qëndrimi i besimtarit, i muslimanit, atij që dëshiron të përmirësojë këtë tokë, si duhet të jetë qëndrimi i tij përballë këtij çrregullimi, përballë këtij kaosi që vazhdimisht ndodh kudo që po sillemi dhe kudo që po gjendemi ne. Na duhet të dimë se qëndrimi i muslimanit nuk guxon të jetë asesi indiferent, nuk guxon besimtarit të jetë asesi i izoluar nga shoqëria e tij dhe nga mesi ku jeton. Mirë, po duhet ta luajë rolin e tij pozitiv për ta përmirësuar këtë shoqëri, për ta përhapur fjalën e Allahu xhalla wala, për të hiq rrezillëqet, të këqijat, të ndyta që nga kjo shoqëri dhe ta pastrojnë me ujin e pastër të Kuranit dhe të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe nuk arsyetohemi kur vjen dënimi i Allahu xhalla wala dhe i përfshin të gjithë. Kështu duhet muslimani që ta ketë qëndrimin e tij. Mos lejojm duke filluar nga rrethet tona. Mos lejojm që të përhapet e keqja, rrezilloku, e ndyta, faqezetat e ndryshme, amoralitetet e ndryshme, duke filluar nga veshja, e nga pozon ndoshta deshja, sa ajo nuk është veshje që ka ndodhur në rrugët e tona. Të ketë kujdes dhe të ketë frikën Allahut azza wa jall çdo prind për gruan e tij, ose për vajzën e tij, ose për çdo kënd që e ka nën kontrollin e tij, të kujdesemi nga se mos themi se punët e mia s'kam çka i bëjnë atij ose këtij. Mirë, po ta dim se nëse Allahu subhanahu wa taala hidhrohet me këtë shoqëri, edhe nëse nuk del prej këtij vendi përse gjunahe edhe mëkate, apo edhe e keqja mund të mirës, ta dim se shkatrimi i Allahut azza wa jall do të jetë së shpejti. Ai shkatrim nuk do të thonë se qelet toka në mes të tonëve. Mirë, po shkatrimi është i lloj-llojshëm, Zoti na ruaj për të gjitha llojet e tij që vjen nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj nuk bën muslimani të jetë neglizhent. Nëse ka mësi njeriu i shkret nuk din, mirë, po për shkak se si ka edukuar anëtarët e familjes si duhet, nuk e përcjell sikur se duhet, nuk e përcjell gruan se çka kqyr, nuk e përcjell vajzën se çfarë episode seriale shikon, atëra në ditë për ditë kur është që është çorëdit vajza e tij ose ndëgjon lajme të hidhura, çysh ndodhi se s'ke qenë prezant tek familja jote ku duhet me kon. Ke qenë neglizhent.
Për arsye çdo kur le të interesohet, edhe mos jemi indiferent, mos jemi neglizhent për të këqija që po ndodhen mirë për çka, ta luajmë rolin pozitiv, duke filluar sigurisht nga familjet, nga se sigurisht tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse nalim të keqen, ka më shpëtuar edhe i keqi, edhe nas bashkë me ta. Nëse lëm të keqin me bot këqija, duke thënë se i kam në punët e mia, atëra ka më shkatru ai ka më për të sparit dënimin e veprës së tij, e pastaj të gjithë na së bashku pasi që kemi qenë neglizhent. Një herë Allahu Azza wa Jalla ka dërguar me lajket e tij me shkatrun një popull, nga se të këqijat e tij atij populli edhe gëzat kanë të kaluar çdo mas. Ka shku me lajket me shkatruat katon, edhe ka pa njëri i strehuar në shtëpinë e tij ka falet vazhdimisht. Non stop ka falet. Edhe janë kthy me lajket tek Allahu Azza wa Jalla i ka thonë o Zot, në atë katon që thati me i shkatru të gjithë, aty është njëri që u falke. Aty është një që thirke ty, bëj këtë dua. Allahu Jalla wala u tha me lajkeve, prej ati fillani. Prej shtëpis tim, fillimisht në qeni me prish. Pse? Thot nga se e ka pat keqen, edhe së shpërzime ta me ndalu, po ka nejt i mshelën në shtëpin e ti, në gjamin e ti, e i kalon njerëz për jashtë me boj që ka dojnë apëto. E nuk banë më mjaftu se unë e vinë gjami, i kam në punë të mija, i kam në sevapet e mija, letë bojmë kush që ka dojnë apëto. Nuk është ashtu le të bëjmë kush ka dojnë, nga se të gjithë jemi përgjithë për këtë situatë edhe për këtë gjendje për Allahu subhanahu wa taala. Pastaj kur sa ka mundësi me bë, Allahu xhalla ula nuk e ngarkon asnjë për të mundësive të tij. E lutem Allahun e madhruar që të përmirësojë shoqërinë tona, familjet tona, të mëson që të mbretërojnë në mes të këshilla, nasihati, urdhni për të mirë ndalim